Gjithë ju kujtohet kur Shqipëria ishte 3 vite pa gjykatë kushtetuese funksionale, në periudhën 2017 deri në vitin 2020. Reforma në drejtësi, megjithëse u nis me qëllime të mira dhe me një kontribut shumë të rëndësishëm të Partisë Demokratike, e la vendin 3 vite pa gjykatë kushtetuese. Në atë kohë, Shqipëria ishte një shtet pa arbitër kushtetues. Nuk ekzistonte asnjë organ që të kontrollonte ligjet, vendimet e kuvendit apo aktet e qeverisë. Çdo nismë që prekte balancat e pushtetit mbeti pa testin e kushtetueshmërisë. E si duket fatkeqësisht maxhoranca u mësua pa të. Ky boshllëk nuk ishte teknik, ishte krizë e demokracisë, sepse aty ku mungon gjykata që interpreton kushtetutën, aty mungon edhe institucioni që frenon pushtetin. Në ato vite, disa nga vendimet më të debatueshme të qeverisë, duke përfshirë prishjen e teatrit kombëtar, nuk patën mundësi që të shqyrtohen nga asnjë organ kushtetues. Madje dhe vendimi i vonuar i gjykatës kushtetuese për këtë çështje, për shkak të mungesës së kuorumit që u prek nga 2 antarët e nderuar, zoti Pavli dhe zoti Dimitrov, nuk arritën dot që t'i japin drejtësi të plotë. Në një sistem demokratik, ky është momenti kur ndarja e pushteteve duhet funksionojë si një mekanizëm korrigjues, por në Shqipëri ajo mungoi. Në fakt për mua, si deputete në atë kohë ka qenë troditës fakti kur dëgjoja deklaratat e shumicës politike, më mirë pa gjykatë kushtetuese